22 prill 2026 ngriuni për vendin tuaj. 75 non grada nga Sinaloa. Natyrisht që mund të ketë non grada edhe nga rreth i Ramës, jo vetëm në Amerikën Latine, por edhe në Shqipëri. Gjithë prisnin që të goditet Linda e Surrelit, të cilës i kanë gjetur me $100 milion kalesa nga Abi Bank, agjencitë e zbulimit dhe të luftimit të krimit në Amerikë. Kreu i SPAK-ut në Washington, në Departamentin e Drejtësisë, pa diskutim që në qoftë se nuk e kish marrë më parë dosjen McGonigal, duhet ta ketë marrë këtë radhë. Tek hetimet e Ramës është McGonigal, Sinaloa, Aruba. Unë i kam sugjeruar $250,000 sponsorizim në aktivitet politik Manhattan, si dhe dërgesa, pagesa, pastrime, me ndërtime, blerje hotelesh ku ai aksioner fshet. Internacionalja Socialiste në Spanjë ishte një shuplak dhe sfidë ndaj presidentit Trump. Kandidati për zëvendës president Tim Walz, jo vetëm që ishte krah bufonit Rama dhe të çoroditurit Kurti, tha që ndërmarrja amerikane ndaj Iranit është një veprim fashist, pra kundër vendit të tij. Spanja është një vend armik për Amerikën. Qeveria socialiste e Spanjës, armiqësore ndaj superfuqisë, kreut NATO-s, dhe natyrisht në zgjedhjet që do të vinë, do të humbas. Çfarë tregon Rama duke shkuar tek Internacionalja Socialiste, duke u puthur dhe stërputhur me hemafroditin Soros, bën sfidë ndaj Amerikës? Të gjithë dinë që partia e tij ka qenë anti-amerikane, që në gjenezë do të vdesin tillë. Duke blerë një fëmijë të llastuar mediokër Trump, ai kujton se ka blerë heshtjen, mbështetjen, por fakti që kryetari i SPAK-ut pritet në Departamentin e Drejtësisë, i sfumon të gjitha ëndrat shpëtuese të Ramës. Dje presidenti Trump ka shtyrë në mënyrë pa afat armëpushimin me Iranin. Do të jemi realist. Wall Street Journal e sulmon keqja zotin Trump duke dhënë 2 detaje. Atë ditë në Situation Room, ku po vendosej nga generalet se si të shpëtojë piloti i marrpeng, generalet sipas Wall Street Journal kanë nxjerrë jashtë Trump, i cili ishte bërë nevrastenik me të bërtitura. Nuk kishte ndodhur kurrë më parë. Rasti tjetër është dhe ky për të ngritur këmbanat përmendet nga Wall Street Journal dhe Trump nuk ka thyrë përgjigje. Trump ka kërkuar kodet e armëve bërthamore për të bërë atë zhdukjen e Iranit dhe shefi i shtabit Kane e ka kundërshtuar duke dalë nga zyra. Wall Street Journal është një gazetë serioze, e djathtë, pronë e Murdoch, i cili është pronari dhe i Fox News. Shtëpia Bardh nuk ka reaguar. Këto mund të ndodhur. Në fakt, Trump e ka dëmtuar në mënyrë masive Iranin. E shkatruar marina, aviacioni, kundërorët, kazermat, bazat ushtarake dhe janë vrarë me qindra drejtues të shtetit diktatorial. Dëmi është rreth $200 trilion. Pra, që kanë realizuar për 47 vjet, i ka goditur. Blokada është zgjuar. Trump nuk po dialogon. Trump po dikton. Do të pranoni dhe do të dorëzoni me kushtet e mia. Blokada vazhdon. Çdo ditë Irani humbet $430 milion, sepse nuk shet dot naftën e tij. Përse blokada është e zgjuar?
Në qoftë se Irani nuk është në gjendje të shes naftën, nuk ka se ku e magazinon, do detyrohet të stopojë prodhimin e naftës. Kjo ka pasoja. Sepse një pus nafte, në qoftë se ndalohet, kërkon shpenzime më të mëdha për të rivendosur në punë dhe ka shumë gjasa të dëmtojnë në mënyrë të tillë që të mos prodhojnë më. Pra, trysnia e zotit Trump në Iranit është e njëjtë siç ndodhi me Japoninë, kur generali MacArthur i shkoi perandorit me një listë, do dorëzoheni. Amerikanët do të jenë pushtues, do të ngrenë qeverinë e vet, ju vetëm do të firmosni. Ndryshe Hiroshima tjetër. Të njëjtin gjë ka bërë me gjermanët mbas kapitullimit të Hitlerit, kanë dashur të bisedojnë generalët e Hitlerit, jo. Do të pranoni dorëzim pa kushte. Diktim. Pra Trump po dikton. Në qoftë se Irani nuk do të pranojë kushtet dhe të dorëzohet pa kushte, atëherë Trump ka drejt të bombardojë ura, centralet e energjisë elektrike, pra ta shqoj Iranin në ato që quhen fundi i civilizimit. E majta vrapojnë dhe shanë zotin Trump, ignorant, narcisist, i papërgjegjshëm, probleme mendore. Të gjitha mbase dhe mund të jenë. Por në këtë rast, po e them, Trump po dikton, nuk po dialogon. Dhe në qoftë se të majtët amerikanë, ata vëllezër motrat e Ramës, shqetësohen se Trump do të shkatrojë urat, centralet energjike, energjisë, punishtet që kthejnë ujin e kripur në ujë të pishëm, pse habiten. Bill Clinton në luftën e Kosovës ka goditur urat, ka goditur centralet elektrike, dhe Kosova fitoi pavarësinë. Trump është në rrugë drejt. Në dy detajet që thash, tek kodët bërthamore, tek generalet që nxjerrin jashtë, tregon qartë ato që e kam thënë disa herë që presidenti amerikan nuk e kontrollon ushtrinë ashtu siç kujton. Asnjë nga presidentët nuk e ka kontrolluar. Është ushtria më e fuqishme në botë. Irani kërkon të fitojë kohë, të nxitur dhe nga të majtët amerikanë, nga disa gazetarë djathtë që shajnë Trump dhe Amerikën, mendojnë se duke humbur mes mandatin, Kongresin do të ketë impeachment dhe Trump nuk do ta suportojë dot presionin e brendshëm në Amerikë. Ka pasur disa zgjedhje speciale ku demokratët kanë dalë fitues. Pra ka një kosto mbi presidentin Trump. Kërkuan vetë fillimisht në Texas për të bërë rindarjen e distrikteve të Kongresit për të fituar 5 karrike për republikanët, u balancuan nga Kalifornia dhe ti është votuar në Virginia, çka jep mundësi që demokratët marrin edhe 4 karrike të tjera në Kongres. Republikanët kanë një përsi vetëm me 3 karrike. Pritet që të votohet edhe në Florida për rindarjen e zonave të distrikteve. Dhe në qoftë se kalon, çdo gjë barazohet. Pra ngel vetëm me 3 karrike plus për republikanët. Nga 425 kongresmen, vetëm 17 janë lojë, sepse zonat janë ndarë në mënyrë të tillë që një kongresmen mund të rigjithjetën. Pra përsëri ka shanse Trump dhe republikanët ta marrin Kongres. Por në qoftë se ekonomia do të vuajë në trysninë e diktimit Trump në Iran, mund të humbasë dhe Senatin. Në qoftë se humbet dhe Senatin, 2 vitet e fundit zotit Trump janë 0. Akuzat këtu janë se familjarët e tij po vjedhin. Fëmijët e tij kanë bërë nga 300-400 milion dollar deri tek Baron që një ignorant biznes, 120 milion dollar. E bia ka kontrata deri 20 miliard dollar që nga mandati i parë me Kinën, pra familje e hetur për përfitime financiare. Dhe ne e kemi provuar në kurrizin tonë.
edhe pse është zbythur nga Sazani mediokri Kushner, prap arabët që janë nga pas ai sekserishte kërkojnë të vjedhin miliardë $. Rama është i rrethuar nga korrupsion gjigant. Të gjithë më pyesin që pse nuk e heq Amerika, pse nuk e lufton Amerika, nuk ka jurisdiksion as FBI, as Departamenti i Drejtësisë të merrje, por faktet afrohen dhe fillon trusnia politike. Shpresoj, në qoftë se kalon ai ish general si ambasador, i rritet serioziteti i ambasadës amerikane. Tashmë nuk ka seriozitet. Nuk flet. Kanë frikë nga fëmijët e llastuar zoti Trump. Pik. Aq sa Palloshi i Surrelit e sfidon haptas Trump duke shkuar në Internacionalen Socialiste në Spanjë. Bref si që futi në për bot, kërkon të deposidoj miliardat e tij. Ndaj shkon në vendet arabe. Amerikanët ja din, aksioner i fshet me oligarkët që mund të kenë emrin Castrati, Mane, tjera në company. Ky vend nuk fal. Absolutisht. Ma ditë, më çudit Kurti kur shkon tek Internacionale Socialiste. Përgjigja me njëherë, përgjigjur me letër Trump, presidentes Nike Osmani, e cila është konsideruar aset amerikan. Mundet ajo të bëhet magjari i Kosovës në zgjedhjet që vjen? Mund bëhet Braçë, Ben Blushi dhe ndonjë tjetër. Pastrimet me miliarda $, të Ramës rrezikojnë sigurinë kombëtare të Amerikës. Ndaj unë presoj dhe besoj se Brau duhet i ketë marrë disa udhëzime për të goditur Ramën. I vetmi shpëtim për shqiptarët është që Rama të shkojnë pas prangave. Me vot i ka vjedhur të gjithë, patronazhist që punojnë për të. Njerëzit pesimist, njerëzit kanë frikë. Ndryshimi i Ramës nga diktatura e Hoxhës është që nuk të ndalon dot ta kundërshtosh dhe ta luftosh. Ndaj, shapo, për ata, edhe pse mund mos jenë me qindra mira vetë që dalin në për protesta, rezistojnë. Ndryshe, qizmi e Ramës do të vazhdoj në qafën e shqiptarëve dhe do tallet me ta. Po me Ramën tallen Trelindat. A e mbani mend se si e mbrojti që është me qira njëra prej tyre të del se ka 20 milion se nazia. Janë billions, miliarda në vjedhur nga Rama. Do të paguaj. Shpresojmë tek SPAK. Nuk e ndalon kush Brown të jap vendim për pezullin. U kthyen në precedent. Ndërkohë, ju kam thënë që korrupsion ka dhe në politikën amerikane. Bas largimit sekretares punës, duket që për shkarkim do t'jetë Kash Patel, i cili si mbas Wall Street Journal, Pianec nuk shkon në zyrë, e ka kthyer agjencinë në diçka pa vlerë. I zgjuar për të shpëtuar nga shkarkimi në një intervistë në Fox News tha që do të ketë arrestime për vjedhjet e zgjedhjeve 2020. Flet për vesh të donit. Exxon. Fakte jo. Detaje jo. Do të shpëtoj do të vetën? Nuk besoj. Trump e hodhi si leck sekretarin e drejtësisë, pse nuk po arreston Shorosh? Këtë figurë të urryer. Hetimet janë masive dhe natyrisht që kur ai shkoi para bankës të akuzuarve dhe mendoi se duhet shkoj shpejt, siç më thon, do të dalin edhe bishtat e grave të Ramës, njerëzve të Ramës, të lindave të Ramës. Unë e kuptoj që shqiptarët presin shumë nga një vend i madh si është Amerika. Nuk është aq e thjeshtë. Jo thash edhe një herë. Nuk është në jurisdiksionin amerikan që të godas, të arrestoj, aq më tepër që kanë problemet e tyre. Por
mbështetja që i bëhet SPAK jep të drejtë shpresës ti dhe madhe. Por ata që mendosin janë shqiptarët. Modeli hungarez është i qartë. Edhe në Bullgari me protesta i larguan. Do të ngjasë edhe në Serbi, ish Jugosllavi. Rama po kërcen. A i dini ju që granatat lotësjellëse që hodhën mitingun e fundit, ku ndjeshe shumë keq se isha në Tiranë, janë prodhim rus? Çfarë pret opozita? Përse nuk e ngre këtë? Si ka bler Rama granatat prodhimit rus? Ndërkohë që në kohën e Leshit kanë qenë prodhim serb dhe prodhim nga Izraeli, prodhim çifut. Përse duhet këtë granata policia në një vend ku demonstratat janë paqësorë, nuk mund krahasohen me dhunën në Gjermani, në Francë dhe në Greqi. Edhe njeri përmend Bill O'Reilly, ngriuni luftoni për vendin tënd. Kam dy figura ku e mbështes fokusin. Bill O'Reilly, ikonën e djathtës, por dhe një super neokonservator Bolton, i cili në lidhje me Trump thotë që Trump duket që do të bëj marrëveshje, gaboj me armpushim dhe ka frikë të madhe se do të akuzohet që marrëveshja e tij është më e keqe se marrëveshja me Obama. Ambasadorit Bolton me modesti do i thoya jo, nuk kam parë të dërgohen palete me cash drejt qeverisë së Iranit, siç bëri zoti Obama. Trump po dikton. Natyrisht që në qoftë se do t'i jepte 20 miliard dollar që ata të mos pasuronin më, mund të thuaj kjo. Por duket që do të kërkoj dorëzim pa kushte. Blokada është veprim i zgjuar. A e dëmton në politikën e brendshme? Po, pollet kanë rënë maksimum. Ka një mësim moral për amerikanët. Nuk duhet të votojnë miliarderë të cilët nuk kanë lidhje reale me atë që ndodh në shoqërinë amerikane. Por nuk është faj republikanëve. Me një kandidaturë si Kamala Harris, gjithkush nga e djathta do të ishte fitues. Dhe Trump bëri një fushat brillante. Të shpresojmë që të dalë fitues nga Irani, të kthej syt nga Ballkani, por në qoftë se do të humbas, do të dalë dhe njëherë forca e generalëve që e paskën nxjerrën nga Roma dhe kërkesa edhe për amendamentin 25. Ky vend i madh i ka të gjitha të parashikuara nga ata founding fathers. Megjithatë, Trump duket në anën e drejtë të historisë, duke qenë presidenti që mbështet familjen, lufton transgender, wokizmin, pra katastrofën që e majta po kryente në Amerikë. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.